Nga muzikat e artizanati, nga shihet lokale të atmosfera e pazarit, fest në Sokak, mbahet në Gjirokastër prej ditës së sotme deri në 23 maj. Për 5 ditë qyteti do të mbushet me përvoja kulturore, ritme tradicionale, punëtori artizanale dhe shije të zonës. Një nga projektet më të veçanta multidisiplinare që ndërtur Artin Pamor, performancën skenike dhe muzikën live në një rrëfim të pazakomt njerëzor, të shëmtuar, të deformuar, depresiv dhe të kompleksuar, do të vijë sot në orën 19 në sallën Tonin Arapi të Liceut Artistik Jordan Nisja në Tiranë. Narracioni vjen në interpretimin aktorial të Nea Tandinit dhe muzikës së interpretuar live nga violonçelisti Mario Guralumi. Hyi është shfaqja nga Eugen O'Neill, që do të vijë në skenën e teatrit Byllis në Fier në 20 e në 21 maj në orën 19, në interpretimin e Dritan Boriçit dhe Joan Mezinit. Festivali teatror i shkollave të Tiranës, Rinart, mbërri në edicionin e tij të 9. Ai do të çelet nesër në orën 13 me shfaqjen Kumargjiu nga Gjimnazi Petronini Luarasi, ndërsa do të vijojë deri më 5 qershor. Festivali i monodramës Flas Shqip vijon sonte në orën 20 në Teatrin Eksperimental Kujtim Spajvogli, pranar Turbinës në Tiranë, me shfaqjen Qeni nga Naun Shundi dhe me interpretim nga Marieta Larja. Identitete në tranzicion është ekspozita nga piktori Ermal Mbrakulli, që vijon të qëndrojë çelur në Galerinë e Arteve Eduard Lir në Berat.